Edhe mbledhja e këtij muaji e Këshillit Bashkiak të Fierit nuk ka kaluar pa fërkime mes kryetarit të ri të Këshillit Bashkiak Melsi Bogdani dhe këshilltarëve socialistë. 2 nga 16 pikat e rendit të ditës kanë shkaktuar debate, ulja e taksës së infrastrukturës për ndërtuesit nga 7 në 4% dhe dhënia e një zyre Partisë Socialdemokrate, pjesë e koalicionit qeveritar. Në lidhje me rishikimin e taksës në infrastrukturë, nis me një grup i këshilltarësh dhe propozuar nga një grup ndërtuesish, Bogdani bëri me dije se nuk mund të hynte në rendite, pasi pritej përgjigje nga Subashi, i cili nuk ka reaguar dhe sipas ligjit ka një afat 20 ditor për të shprehur ndaj është shtyrë për mbledhjen e ardhshme. Këshilltari socialist Gëzim Hajdari kërkoi të futeshin në rendite 2 projekt vendime, infrastruktura e plazhit të Semanit dhe Sport Klub Apollonia, i cili ka rënë në kategorinë e 3. Fakti që klubi Apollonia e Fierit ka rënë në kategorinë 3. Nuk e di habitëm dhe se si kalohet në heshtje, kjo dhe nuk kalon në rendin e ditës, se duhet patjetër që të zgjidhet ky problem në mënyrë institucionale, sepse është e pafalshme që një qytet i tillë si Fieri për herë të parë zbret kategorinë e 3. Në lidhje me këtë problematik ka reaguar dhe këshilltari Arben Çuko, i cili kërkoi interpelancë me pronarin e klubit Koço Kogdhima. Në mbledhjen e kryesisë ne diskutuam për klubin e sportit Apollonia dhe për zotin Kogdhima, nëse ka hapësirë ligjore, do të ishte mirë sot në mbledhjen e Këshillit të kemi bënë re mungesën e kryetarit për bën disa mbledhje që vjen tjetër i pranishëm, do të ishte mirë të ishte edhe këtu sot. Kemi ngritur problematikat dhe më përpara ne kemi kërkuar edhe si grup për ardhjen e zotit Kogdhima në interpelancë. Nëse ka hapësira ligjore, zoti Hajdari me Antonetën së bashku mund ta shikojmë se në çfarë situate çoi Koço Kogdhima ekipin Apollonia. Një tjetër kërkesë ka qenë propozimi i këshilltarit Arben Çuko për ndaljen e praktikës së grumbullimit të mbetjeve në inceneratorin e Fierit në Verri, pasi çdo bashki duhet t'i menaxhojë mbetjet individualisht.